Janë mundu me të zvoglu, nëse kësha mujtë me thonë, të thonë, a je sigurt, pse e të e bo, qysh po i hengë saj pune, a e din që e të bo, unë faktikisht kur i kom pas 21 vjetë edhe kom një sting bin, për një mesë kom ti që e më të bo. A je shgënyu në ajare njëtë? Jam shgënyu plot herë. Jam shgënyu prej njerëzve, jam shgënyu prej punës, jam shgënyu, po për mu jem veç mësime, edhe për mu veç menoj që krejt qëto sa në vishë bojnë matë fort, edhe t'ja vullnet për me vazhdu tutje, edhe me nëzirë matë mirën të mëndshme. E vërtet është një këshill tjetër shumë e mirë, po vajzat e forta, besoj, e risë, që ashtë që shie edhe ti, nuk presin shumë prej njerëzve, thjesht e ngrin kokën lartë dhe ecin. Menoj që fletë sa në shkojnë edhe me mosh, se kur i ki 20, 21, 22, ki pritshmëri tjera, manina menoj që për gjatë procesit e shë, edhe mësën shumë sene, edhe ma ndej, une për veti, pritshmërit i kam olta. A ka para gjykime, me qënë se ra tema edhe vajzave të bukra, të forta në karakter, punëtore, a ka para gjykime ende? Po shumë. Shumë ka para gjykime, mirë po, une menoj që une, edhe ekipa em, e kanë tregu vetën me punën që na e bojna. E menoj që une kom rri me një pikë që puna jam e tash folj për mu, nuk kom nevojën e heq me folj për mu. Po, a ka pas momentet të caktume që jem kone para gjykume, a ka pas momentet të caktume që njerëz për rreth kanë thonë sane që nuk janë absolutisht vërteta, po. Mirë po, një herë dham... Qështë i te i kalon ti këto? Qështë i te i kalon? Kështu me sportivitet, tregon anaj sekret. Sepse unë zakonisht i bëj këto pyetje e risë, sepse vajzat inspirohen shumë nga ty, sepse para se të vije në emision, u interesova, edhe shumë të rinë, tha, e risa sa e mirë është e përcjellim në rrjetet sociale, shumë e mirë, bile, ata ma kujtun që i përngjan shumë hejlit, prandaj edhe ta bona si pyetje në fillim. Edhe vetë kemi qenë treja, kemi marrë mesazhe, kemi pas se çfarë kanë thënë njerëzit që kanë arritur diçka. Kështu që prandaj edhe po i bëj këto pyetje për të rejat me marrë këshilla. Kom pas raste po, jëm ullë kom kajt. Kom pas raste që jëm nervozu, kom pas raste që jëm emocionu. Mirë po, manina veç niset bot njëjtë. Edhe shet që njerëz që flasin, thjesht ose dojnë me konë aty ku jeti, ose është edhe pak gjelëzi, pak. Po në anën tjetër, vjen se cili me një pike, shet që abeden, une nuk po t'hin rrug ty, ti s'po m'hin rrug mu, kështu që pse mos me suportu një tjetrin. Une munona shumë, edhe për shoqni, edhe për njerëz për rreth, edhe për njerëz ma t'larë, nëse ka nevoj për ndihmë, ose ka nevoj për suport, unë gjithë ju thëm, dirën e keni qelë, edhe ju kom ndihmu shumë njerëzve, për me mujt me mri me një pikë të caktume në jetën e tyre, se edhe mu më kanë ndihmu me një pikë të caktume. Kështu që pse duhet me paragjyku dikon, ose pse duhesh abeden me thonë diçka për dikon, përderisa nuk ka kur farë baze. Po edhe nëse ka bazë. Pse? Qa pat interesant të ke fundit?